Mospërfillse dhe manipuluese. Kështu duke i letra e kryetares së gjykatës speciale Ekaterina Trendafilova, drejtuar kryetares së Kuvendit Albulena Haxhiu, si përgjigje ndaj rezolutës që deputetët e votuan për respektim të drejtave të akuzuarve në proceset gjyqësore pranë dhomave të specializuara, veçanërisht atij ndaj kreve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Mospërfillse ishte sepse shqetësimet serioze të Kuvendit që e themeloi këtë gjykatë, institucioni që e përfaqëson popullin e Kosovës, në emër të cilit speciale thirret kur shpallak gjykime, Trendafilova i trajtoi me një 8 fjali krejt sipërfaqësore. Kryetaria speciale u mjaftua vetëm të rendis bazën ligjore mbi të cilën punon kjo gjykatë. Një burokraci dhe mungesë respekti e transparencë, diçka që e ka dalluar këtë gjykatë vazhdimisht. Kjo letër e Trendafilovës ishte edhe shpërfillje ndaj shqetësimeve të qindra mijëra shqiptarëve për shkeljen e të drejtave të kreve të UÇK-s, të shprehura në marshe masive në Prishtinë, Tiranë, Shkup, Hag dhe Strasburg. Ndërkaq manipuluese ishte sepse duke listuar ligjet, Kushtetutën e Kosovës dhe konventat evropiane, tentoi ta mjegulloj gjendjen faktike duke mos dhënë llogari se pse kreti UÇK-ja secili ushtar i saj akuzohet si ndërmarrje kriminale përbashkët, pse procesi ndaj kreve të UÇK-s zgjati kaq shumë, pse ata u mbajtën kaq gjatë në paraburgim dhe kur nuk u liruan të mbrohen në liri, as kur policia e Kosovës garantoi mbikëqyrje, pse nuk u filtruan provat nga Serbia, pse u mbajt kaq shumë i mbyllur procesi dhe pse gjyqtarët nuk sfiduan prokurorinë, por përmes pyetjeve hipotetike e spekuluese, i mbajtën anën palës akuzuese dhe sfiduan dëshmitarët duke krijuar kështu përshtypjen se procesi ishte i anshëm dhe se prezumimi i pafajësisë nuk po respektohet. Në fakt, kjo mospërfillje ndaj institucionit që e themeloi, ky mosrespekt ndaj shtetit të Kosovës i shkon shumë për shtatit Trendafilovës, sepse që nga fillimi, sidomos prapa dyrëve të mbyllura, reagonte me qasjet e tillë. Vox Kosova raportoi në gusht të vitit të kaluar se në një takim me ambasadorët e Bashkimit Evropian, të mbajtur në dhjetor të vitit 2020, Trendafilova u pyet për një seancë ku avokati Hashim Thaçi të shpreh habin që në sallën e gjyqit s'ka as flamor e as simbole të Kosovës. This Kosovo court. I say Kosovo court, but looking around I see nothing of Kosovo in it, may I say. There's no emblem here from Kosovo. I don't know why not. Për këtë sekuencë, Trendafilovës i kërkohet një përgjigje nga ambasadori gjerman. Pse flamuri dhe simbolit e Kosovës nuk shfaqen në gjykatë siç ka pyetur avokati i Thaçit? Përgjigjja e kryetares së speciales ishte krejtësisht skandaloze, kërcënuese për mbrojtjen dhe fyrje për shtetin e Kosovës. Ajo deklaronte se kjo pyetje as nuk duhet të shtrohet, sepse përbën provokim. Avokati i Thaçit e testoi dhe e provokoi gjyqtarin me qëllim krijimin e një debati politik në Kosovë që delegitimon dhomat e specializuara. Gjyqtari i procedurës paraprake ishte i sjellshëm dhe i respektueshëm kundrejt tij, avokatit, diçka që nuk do të ndodhë më në raste të tjera nëse ngritet si çështje prap. Kur kishte kaluar një vit prej kur krevet e UÇK-s ishin në paraburgim, nuk kishte nisur gjykimi dhe as ishte gati të niste, Trendafilova në një intervistë për Klan Kosova, me përgjigje krejt sipërfaqësore natyrisht, në një moment u betua në hyrjen e nënës së saj se gjykata nuk ndikohet as pak nga politika. Nuk dua të flas ashpër sepse nuk dua të kthehem te ajo që ju tregova për nënën time, por mund të betohem në hyrjen e saj. Kur? Por pas gati 6 vjetësh proces, në çka betohet ajo se gjykimi nuk ishte një përndjekje politike, se nuk cenoi të drejtat e njerëzit e nuk po tenton ta ndrojë thellësisht të vërtetën për luftën në popullit të Kosovës për liri e pavarësi. Ajo që dihet qartë tash e sa kohë, çfarëdo që të jetë verdikti për krevet e UÇK-s. Ky proces dhe kjo gjykatë drejtuar nga Trendafilova do të mbahen mend për padrejtësitë, duke minuar besimin në drejtësi në vend që ta forcojnë atë.